Incidentet e ndodhura ditët e fundit të fushatës zgjedhore duket se po prodhojnë një val shkarkimesh edhe në radhët e policisë. Këtë e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm Dritan Demira, i cili në intervistë të dhënë për Zërin e Amerikës pohoi sa e ka kërkuar shkarkimin e 3 drejtuesve të policisë në qarqet ku kanë ndodhur përplasjet. Edhe unë nga ana ime kam kërkuar shkarkimin e 2-3 shefave të komisariateve, të cilët nuk kanë qenë në lartësinë e detyrës tyre dhe kemi pas edhe disa persona të cilët në një formë apo një tjetër nuk kanë qenë konform në zbatimin e ligjit për sa i përket të qenurit asnjanës gjatë fushatës zgjedhore. Kam kërkuar që të largohet shefi i komisariatit Pukës, ka pas raste të përsëritura, kam denoncime të përditshme që i mbështet një subjekt të caktuar elektoral. Dhe për këtë qëllim kam kërkuar shkarkimin e 2 shefave të komisariateve, edhe të Dibrës, edhe të Gramshit. Ministri vlerëson se bashkëpunimi me prokurorinë ka qenë shumë i mirë ndërsa fton qytetarët të denoncojnë çdo përpjekje për manipulim vote.